Besimtarë të krishterë në Gjirokastër kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjeve, e cila startoi në orën 7 të mëngjesit. Mesha u mbajt në Katedralen Ortodokse Ngjallja e Krishtit nga mitropoliti i Gjirokastrës, hirësia e tij Imzot Anathaili, nën shoqërinë e klerikëve të tjerë të Kishës Ortodokse Gjirokastër. Për shumë vjetë gëzuar të kremten e lindjes së shpëtimtarit tonë Isu Krisht, dita e sotme ju bekoft dhe ju shinëtëroft të gjithve. Një ndër shinëtorët më të mëdhenj të kishës tonë, Shën Athanasi i Madh, thotë që Perëndia u bë njeri në mënyrë që njeriu të bëhet perëndi sipas hirit të tij. Për këtë arsye erdhi Perëndia në tokë që të shpëtojë gjendjen e rëndë të njeriut. Erdhi në tokë që Perëndia të bëhet njeri, të bëhet i përulur, që njeriu ta kuptojë dhe ta njohë Perëndin dhe pastaj të shpëtojë ai i cili është dhe qëllimi të gjithëve ne. Të shpëtojmë nga kthetrat e Tiranit, nga kthetrat e Dinakut dhe të jetojmë pranë Perëndis. Për shumë vjet gëzuar të gjithëve, të keni bekimet e Perëndis dhe Zoti ju fal një vit të begat e të shëndetshëm. Në këtë ditë Krishtlindje, besimtarët kanë bërë lutjet fetare për më shumë dashuri, shëndet e paqe në familjet e tyre, por edhe në gjithë botën. Gëzuar Krishtlindjet, të jetë mirë i gjithë popullit, të gjithë njerëzit, të jenë të dashur me njëri tjetrin edhe me një paqe. Gëzuar Krishtlindjet të gjithë. Uroj me shpirt dhe me mendje gëzuar Krishtlindja. Në Lulxhëri thoshin gëzuar Pashkë e Krishtit, Pashkë e vogël. Të rikujtojmë dhe ata breza që kanë qenë dhe kanë dhënë një jetë. Kësti ngjarje tërë popullit, Gjirokastër dhe Mgjerë, akoma kudo që janë emigrant, rezident në Gjirokastër në Shqipëri, gëzuar të kenë shëndet, Zoti ju falë shëndet, mirësi, paqe në shpirt dhe në mendje. Gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet, le të lind Krishti foshnjë brenda zemrës tonë. Shëndet, mbarësi për familjet tuaja. Gëzuar për shumë vjet. Në pritjen e organizuar në këtë ditë të shenjtë morën pjesë edhe deputeti i Partisë Socialiste për Qarkun Gjirokastër, Pirodhima e prefektja e Qarkut Albana Hasanaj. Unë dua të uroj të gjithë qytetarët e Gjirokastrës dhe të rrethit Gjirokastrës gëzuar Krishtlindje të ngrohta, të ndritshme dhe një vit i ri i bekuar. Në këtë ditë të shenjtë le të ndalemi për të dëgjuar më shumë zemrën dhe për të kujtuar se drita ndizet atje ku ka dashuri dhe përullësi. Kjo ditë feste le të jetë një thirrje për më shumë harmoni, mirëkuptim dhe bashkëjetesë mes nesh. Nga zemra uroj dashuri, shpresë dhe bekim për çdo familje. Gëzuar Krishtlindjet.